Nëse partitë politike, ta marrim shembull, interesohen për kuadra e për ndrrim të tyre në momentin kur vinë pushtet, është gabimi më i madh. Duhet të investohet shumë më shumë edhe me buxhet, ligjet e mira të standardeve evropiane dhe të përvojave më të mira të vendeve të ndryshme mundën me u apliku në Kosovë në mënyrë që me pas siguri më të madhe. E dyta që është më rëndësishme zbatimi i tyre. Nëse partitë politike, ta marrim shembull, interesohen për kuadra e për ndrrim të tyre në momentin kur vinë pushtet, është gabimi më i madh. Nëse ka efikasitet dikun, nuk duhet preken kuadrat. Aty ku ka dobësi duhet të ndryshohet, por me qëllim të ngritjes së profesionalizmit më shumë. Ka raste kur, ta marrim shembull, një segment i sigurisë janë kuadra shumë të mira, e vjen partia politike e cila nuk janë të përshtatshëm për partinë politike e i ndron. Konsideroj që ajo procedurë që ka kaluar në vushtri, ta marrim shembull në përgatitjen e kuadrit policore që ka qenë me Steve Bennett, i cili është një nga krijuesit e një policie moderne, e që është për lakmin kuptimin, po them në general, se ka ndoshta edhe probleme. Por atë që e theksova në fillim, nëse polici ka mirëqenie dhe ka një autoritet profesional që e drejton, është perfekt për me u zbatu dhe ligji. Nëse nuk e vlerësojmë ne një polic i cili kryen detyrën e vet, e i mungon shtesa e rrezikshmërisë, i mungon ndoshta paga e mjaftueshme, dhe unë konsideroj që Kosova ka nevojë për një siguri shumë më të madhe, atëherë në segmentin e sigurisë duhet të investohet shumë më shumë edhe me buxhet në mënyrë që të jemi shembull edhe për rajonin.